I njohur për bamirësitë e tij të panumërta, Sejt Fishta, emër i njohur në fushën e biznesit shqiptar, tashmë vjen si kandidat i Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Zoti Fishta, gjatë një interviste për Puka Televizion, bën të ditur se kandidimi i tij nuk vjen si hetje për pushtet, por si një zgjidhje për të qenë sa më pranë në ndihmë të njerëzve. Unë kam transmetuar gjatë këtyre viteve, që ju shërbej njerëzve, nuk është puna vetëm të mirësia që kam bërë, unë kam shumë vite që jam edhe në Shkodër me këto gjëra dhe në Pukë, por ma shumë kam ju shërby nesër, domethënë, nëse ne kemi me kanë mandat, kemi më shërby ma mirë, se po që jemi mandat këtë forcën e pushtetit, do t'i baj prapa të që i kam baj, inshallah, dhe ma shumë, por gjanat të tjera, nëse kemi me kanë me mandat, do të mundohem që t'i shërbej një rrugës, t'i shërbej një shkollë, t'i shërbej një kokë, që do t'jetë e mundur për atë. Unë e njoh Pukën se kemi të bajmë shumë edhe lidhje me ta. Edhe Pukjan kanë në Shkodër, edhe në sport i kam pasur në Tiranë, kur unë jetoj sot atje kam pas lidhje shumë. Me Pukën ka dy gjana, po i dhe fjalën ata të besojnë, edhe të provojnë. Edhe kur të provojnë, ata më nejtë të aneksojnë. Nëse e shohin Pukjan, si unë mund t'ju shërbej dhe jam, domethënë njeri që mundem me shërbej, që kam shërbej dhe në Pukë, nëse ata më zgjedhin në këtë 11 që ka qarku, do t'isha shumë mirënjohës dhe falenderos. Zoti Fishta thot se PDI-u ka zgjedhur një fushat të qetë, ndërsa shprehet se politika e madhe po tregon çdo ditë më shumë se po vënë në lojë shqiptarët, të cilët armiqësohen për shkak të saj, ndërsa kupolat e politikës bëhen bashkë siç po bëjnë Rama dhe Basha. Partitë e mëdha po i hedhin, po bëjnë fushat shumë fortë dhe me akuza me një tjetrin. Ne kemi zgjedhur model tjetër të bëjë fushat, jo me akuza, se me akuza nuk zgjidhen problemet që ka Puka ose problemet që ka Shkodra. Dhe njëkohësisht, këto akuza që po i bën një tjetrit, dhe kur në fund të këtyre akuzave shohim që këta po bashkëqeverisin bashkë. Edhe akuza bëjnë çuditërisht habiten, as i ka mundësi që janë të bashkë. Ne kemi zgjedhur një tjetër fushat, që të bëjnë fushat për zgjidhjen e problemeve, për zgjidhjen e çfarë mundena me shërby njerëzve edhe atij komunitetin në atë vend, për shembull në Pukë, në Fusharës, në Firës, në gjitha ato zonat ka bashkë, ato zonat që janë. Kreu i PDI-u për qarkun e Shkodrës, Lilian Idrizi, shprehet se pukjanët nuk do të votojnë Sejt Fishtën vetëm si bamirës, por si kandidatin më të mirë, si njeriu që u gjendet hallëve të njerëzve dhe që ka ndërmend të vijojë kontributin dhe investimet e tij edhe në Pukë. Fushata duhet me e pranu, si mjet është më korrekte, më normale, më qytetare dhe gjithsesi na pretendojmë që me pas pjesën tonë jo modeste në qytetin e Pukës. E mbështesim suksesin tonë të pritshëm në kandidatin që sigurisht është më i miri. Por edhe ekipi i kandidatëve tonë është shumë i mirë. Nuk bjen poshtë, bile i kalon partitë e mëdha. E mbështesim fushatën tonë në listat jashtëzakonisht problematike që kanë partitë e mëdha. E mbështesim fushatën tonë te puna që rastësisht kena bën edhe në qarkun e Pukës. Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet në Pukë drejtohet nga zoti Shpëtim Hadroj, një intelektual i njohur i zonës, i cili ka besim tek mbështetja e Pukës dhe pukjanëve. Më shumëti me motivon kandidati i partisë time. Jam faleminderit që zotin Sejt Fishta ka pranuar që të jetë kandidati numër 1 për PDI-un në qarkun e Shkodrës, por unë e quaj kur nesër kur dalin e quaj deputetin e Pukës. Zoti Hadroj drejton dhe një apel votuesve pukjan. Bashkëqytetarë të mi, jepja një votën numrit 13, sepse të jeni të bindur se unë do jetoj aty dhe nuk do ju zhgënjej asnjëherë. Nuk e them siç e thonë gjithë slogan, por jam i bindur në forcën, në besimin që kam tek zotënia Sejt Fishta. Në zgjedhjet e fundit për pushtetin vendor, Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet, PDI-u, njohu një trend në rritje sa i përket mbështetjes elektorale, gjë që pritet të jetë ende më e madhe në këto zgjedhje, ku sipas drejtuesve të saj, shumë votues pukjan kanë dhënë garanci për votimin e numrit 13.